Unë e shoh në lagje kur dal, në depresion i ki qytetarët. Është depresion kolektiv. Qytetarët kanë të drejtën e botës me votu për kanë aty në t'ju donë zemra. Por, pastaj, mos ta ankohen. Tash vetë se kemi hyrë dhjetor, edhe zgjedhjet janë tepër afër, edhe di që prap kemi kandiduar dhe prap kemi bu fushat, po çka është një mesazh që kishe dashur m'ia do simpatizantëve tu në këtë rast edhe të Partisë Demokratike të Kosovës? Para se gjitha, unë kisha nda një mesazh me qytetarët e Kosovës, në përgjithësi pa dallim partie. Të votojnë arsyeshëm, mos të votojnë për inati. Fati mirë është që sot bota digitale po të jep mundësinë me pa gjitha projektet që ka ndodhur në këtë vend. Mjafton të kërkosh në internet dhe ta qet pasqyrën e projekteve së cilës qeveri. Dhe të nalen dhe të shohin se çka është punu në Kosovë që nga pas lufta deri më sot. Dhe i kanë dy rrugë, o të zgjedhin që Kosova të ecë përpara, ta votojnë Bedri Hamzën, një njeri i sprovuar edhe i dëshmuar, o ta instalojnë diktaturën. Në Kosovë si që po tenton ta bëj Albin Kurti. Dhe ky mesazh nuk është vetëm për anëtarët e Partisë Demokratike, ky është për te Partisë Demokratike. Mos votoni për inati, votoni për veten tuaj. Ngritni zërin sot, mos u friksoni. Thjesht sot është momenti kur duhet me mund frikën. Duhet me mund ignorancën. Duhet me dalë mbi inatet personale me cilin do qoftë. Duhet me votu për Kosovën, duhet me votu për veti. Sot në Kosovë i ke çmimet mërësisht larta. Mos flasim prej rrymës që e paguajnë çdo muaj dhe gjitha faturat tjera që nuk i mbulon me pagën që marrin nuk mundën as dhe ditët e para të muajit me kalu. Dhe kjo gjendje po bëhet e padurueshme. E ka rëndu shumë politika në Kosovë. Një parti politike e cila e merr besimin qytetar me 42% dhe nuk arrit me bën qeveri e në përkem atë besim ajo nuk e meriton për dytën herë besimin qytetar. Prandaj është në dorën e qytetarëve të vendosin se ka po dojnë me qu shtetin edhe të ardhmen e tyre. Thjesht Partia Demokratike e Kosovës përte se me i prezantu ose me i ofru qytetarit kandidatin më të mirë, nuk ka diçka tjetër. E ka platformën më të mirë, e ka kandidatin, thash dhe njëherë të pregaditun, të sprovum, e ka programin më të mirë dhe më real, nëse këshin votu Bedri Hamzën në shkurt. Sot qytetarët e Republikës Kosovës i këshin marrë pagat me rritje. Dhe këshin marrë me rritje të konsiderueshme, me rritje normale, jo me hajgare, e mi u dhonë vitra gjdo palë zgjedhje. Nuk blehen votat duke ja dhënë nga 100 euro studentëve ose duke ja dhënë ka 10 euro shtesa fëmijëve. Duhet ketë ligj, duhet ketë rregull, duhet ketë rend. Prandaj unë në këto zgjedhje jam shumë optimiste që qytetarët e Republikës Kosovës kanë me reflektu, dhe kur tham kanë me reflektu për vete. Sepse ata po ballafaqohen çdo ditë me probleme. Unë e shoh në lagje kur dal, në depresion i ki qytetarët. Është depresion kolektiv. Sot, me 20 euro nuk mundesh me marrë asgjë në market. Dhe nëse na mendojmë që një fëmijë rritet i shëndetshëm duke ia dhënë 20 euro, e kemi shumë gabim. Sot, po krijohen probleme zinxhir, sepse kur ke të ardhurat të ulta, ti ki me ushqy keq. Kur ushqehesh keq, smundjet i ke shumë ma prezent se sa në rrethana tjera. Dhe na duhet me mendu, o duhet të shpenzojmë për ushqim të shëndetshëm, o duhet të shpenzojmë për barna. Dhe kur dalim te barnat pastaj, ju e dini me çka ballafaqohen qytetarët në Kosovë. Qytetarët kanë të drejtën e botës me votu për kanë aty në t'ju donë zemra. Por, pastaj, mos të ankohen. Na jemi në prag të vitit ri, prag të festa, prag të zgjedhjeve, bashkëdhetarët vinë në Kosovë me kalu pushimet. Unë u bën shumë buj sa ju përket bashkëdhetarëve, sepse thash edhe në fillim të këtij bashkëbisedimit që këta tentojnë me kriju monopol mbi vlerat.
është kriju një zhurmë e madhe sa i përket Mërgatës, unë ju uroj pushime të mira, uroj t'i gjejmë familje të mirë, edhe t'i lanë mirë gjatë kthimit pastaj në vendet e tyre, sepse ata janë pjesë e atë dhejut, janë pjesë e Kosovës dhe janë pjesë e këtij vendi, janë pjesë e pandashme dhe nuk duhet t'i trajtojmë as si vot, as si monedhë, si pare, si bankomat. E fatkeqësisht, ky vend e ky shtet është ka i trajton herë si vot, herë si bankomat. Dhe kjo nuk guxon me ndodhë. Ne e jemi dëshmitare dhe këto ta tham sa i përket Mërgatës, kur kanë ardhur në pushtet, kanë ardhur me zhurmë se ne do të zvoglojmë numrin e ministrive. I ndajtën i përqajtën ministrit i banën lamsh. Do i bashkun, do i shujtën, u kthyn pas 6 vjetë, sepse ju banë 6 vjetë që është qeveri, i kanë mod gjitha ministrit i kanë kthy që kanë qenë, por nuk e kanë kthy ministrinë e diasporës, sepse duan që ta kontrollojnë ashtu si këta dëshirojnë, domethënë Mërgatën. Kështu që nuk guxoj me lujt me ndjenja të Mërgatës. Thjesht, vota është e lirë, jem shtet demokratik, nuk guxoj me diktu, na do t'jem shumë kujdesshëm mos keq përdoret vota e qytetarit, qoftë e qytetarit rezident, qoftë e qytetarëve që jetojnë në Mërgatë. Duhet ju garantojmë demokraci, duhet ju garantojmë transparencë, duhet ju garantojmë liri dhe pjesëmarrje në zgjedhje. Ky është misioni.